Ju deshën 10 vjet për t'i thënë po Ajola Xoxhës, por nuk e kishte nga mungesa e eksperiencës. Nuset nuk i kanë munguar ministrit Erion Veliaj që nga kohët kur organizonte protestat alternative të mjaftit kundër abuzimeve të kryeministrit të atëhershëm Nano, të cilat i harroi kur luksi që ofron pushteti filloi t'i shijonte. Nuset e hershme të Erionit nuk i kishin të pakta pretendimet. Ne dhe me besojmë sepse i plotësojmë të gjitha kushtet për të qenë first lady, prandaj kemi ardhur këtu ta provojmë edhe një herë fatin ton. Mes tyre nuk mungonin edhe profile të larta ndërkombëtare. Jam në Shqipëri, flas pak shqip, edhe I heard in Gjova that I could come here and become first lady. So that's why I'm here and I hope that I will be chosen today. Për të bërë first lady, hirushes Erioni do t'i duhet të shpresojë në karrierën e bashortit për ta ngritur nga dëshpërimi. Erioni dhuroi një ceremoni martesore në një kështjell, e jo në rrugë siç kishte bërë me këto nuse vite më parë.